Këtë rast kryetari nëse flasim për sabotim, nëse flasim për sabotim, atëherë pse pastrimi ka punu 5 muaj pa mjete, kur ditën e pare ka pas arsyetimin nëse kish dash me sabotu. Po deri në sekondën e fundit e ka po maksimumin me dal me kry shërbim për kryeqytetin edhe për qytetarët. Nëse flasim për sabotim, na jemi konë në qeverisin ekzekutiv. Drejtorat e Partisë Demokratike të Kosovës, mrena kësaj qeverisi e kanë pas performancën më të mirë. Kjo është realitet. 80% e punëve cilat i ka proklamu Rama, cilat i ka postu, kanë qenë drejtorive të PDK-s. Kjo realitet, e kanë thonë edhe organizatat. Andaj nëse kishim dash me sabotu, ose me bo lojra politike të partë kishim buna. Unë jem nën kryetari degës PDK-s. I fundit kish me qenë Petri. Pra është një ndërmarrje që 5 muaj ka punu pa mjete. Ka pas edhe thirrje tendencioze. Ka pas thirrje tendencioze për inkasim. Nëse nuk ke pas kontroll, nëse nuk ke pas kontroll, nuk ke jep shërbim si komunë, pse ke kërku mi inkasu mjetet? Qysh ndërmarrja pastrimi me kry shërbimin e paret me i marrë komuna, për kë me kry? Mos të harrojmë, ndërmarrja dhe komuna është një trop bresh, një trop i vetëm. Këto ndërmarrje jepin shërbim për komunën, për qytetarët e komunës. 80% e të hyrave të ndërmarrjeve publike janë prej komunës. Trafiku urban i merr 4-5 milion euro vjet për transportin publik. Ka me i marrë 12 me kontratën e re. Ndërmarrja publike banesore njëti merr 4-5 milion. Pastaj ndërmarrja gjelbër. Pra nëse flasim të pjesa inkasimit, është gabu totalisht. Pse nuk ju kanë pagu mjetët cilat i kanë inkasum? Bestolti ti përgjigjet, po edhe reqicës edhe tjerëve që... Po, e para, Ilirik për me pagu, duhet me pas një marrëdhënie kontraktuale, është e pa cenushme, do të thotë nuk kemi një marrëdhënie kontraktuale me ditën e parë me i thonë mos jepni shërbim. S'keni kontratë, mos dilni tërë. Qytetarëve jo komunës. Lutem ta përfundoj. Pse kemi të bëjmë një sabotaj? Nuk është në rregull me mos 5 muaj shërbim mos me paguar. Nëse s'ki kontratë ditën e parë thuj mos kryeni shërbim. S'keni kontratë, mos dilni tërë. Pse kemi të bëjmë një sabotazh të organizuar dhe pse kjo prej Partisë Demokratike të Kosovës pikërisht prej kërkuj tjetër, prej PDK-s. Ta kry. Po, ta përfundoj. Kur kanë folë kryetari, sabotazh në kupton për PDK. Po natyrisht, në kupton PDK-n. Kjo është komplet e mirë orkestruar. Por se ka akuzuar vënë, fal. Kjo është nuk e ka fuqinë me sabotu kryetar. A din çfarë fuqie ka kryetari? Ja është ju falni. Qyre ta shpelu pa modestino. Po e rifleksoni me performancën më të mirë në komunë Prishtinës ta ka shkarku me një postim Facebook. Çfarë fuqie ka kryetari? E sot po thu Petri Treqica ka fuqinë me sabotu. Jo, se ka Petri Treqica jeni ju, jeni Partia Demokratike që po ta ilustroj nëse më jap mundësi. Është komplet një proces i mirë orkestruar. Qysh? Rregulloria vjetër, e cila ka para po, që Komuna Prishtinës, në rast që ndërmarrja pastrimi nuk mund të ofrojë shërbimin e kontraktuar, ka të drejtë ta ndihmoj procesin me operator ekonomik privat, është bërë në kohën e zotëri Ilirik Muslimi. Me ndihmu. Prit, të lutem. Kontratën të cilën po jo me falimentu të lutem kontratën të lutem 5 muaj mos me pagu ti po do me falimentu apo dëm kjo që po prit pra se ka shik kësaj rregullore ku bëj investime direkte po prit lutem se kjo më madhon rastin me çu mendimin deri në fund kjo më madhon shansën është mirë me madhon shansën me çu në fund po është mirë me çel ka më madhon shansën me çu deri në fund edhe të lës përdorimin pastaj nëse don urdhno dhe bëjmë debat. E mirë orkestrume. Do thot ka qenë një rregullore e cila është aprovuar në kohën e zotëri Ilirik Musliut. Ka qenë një kontratë me ndërmarrjen pastrimi në vitin 2024 me një paragraf të veçantë të cilin e ka nënshkruar zotëri Petri Treqica, ku thuhet në rast që Komuna Prishtinës konsideron që nuk është ofruar shërbimi kontraktuar, ajo ka qenë e konsideruar në bazë të vlerësimit të komisionit, i cili ka shpas gjendjen e emergjente. Po ti do është mi caktuar, apo si? Të lutem. Do të ka qenë një kontratë e nënshkruar prej zotëri Reqicës, ku thuhet në rast që Komuna Prishtinës konsideron që ndërmarrja pastrimi nuk ka ofruar shërbimin e kontraktuar, gëzon të drejtën të angazhojë një operator ekonomik privat dhe koston e krijuar nga operatori
ekonomik privat e bartë nërmarrja pastrimi, kontratët cilën e kanë nënshkruar. Prit, çka ka ndodhur mandej? Drejtën 5 muaj mos me paguar. Jo, çka ka ndodhur mandej? Se paguni 5 muaj ndërmarrjen publike pa nësur, ose trafikun urban. Pse konkretisht pastrimi s'po paguar? Po Lirik, nëse të kanë dërguar veç për me prish debatin, nëse të kanë dërguar për me prish debatin, nëse të kanë dërguar për me pengu mendimin, nëse të kanë dërguar për me ta ilustru sabotazhin e orkestruar, nëse të kanë dërguar për me EMU të drejtën me ta ilustru sabotazhin e orkestruar për Partisë Demokratike të urdhënot folën po ishte. Po ti nuk kom lërë, po ti s'pëllen me ndëgjua zëtri. Unë jam para qytetarëve. Unë jam para qytetarëve. Unë po ja jam kohën e duhur, po e ilustroj faktin e mirë orkestrimit nga Partia Demokratike e Kosovës për monopolizimin e menaxhimit veturinave, përmes ndërmarrjes pastrimi, përmes ish sekretarit Partisë Demokratike të Kosovës Degan Prishtinë, që kjo është Partia Demokratike të Kosovës. Ja ka thonë vetëvendosja shumë mirë. Ju ka thonë, po ju mbështesim në plotësim ndryshimin e rregullorës, po nëse kemi tutje menaxhim keq kemi më të rritë. Me Lirik. Tash s'po dën me zgjidh problemin, po dën me dëmtoni ndërmarrje tjetër. Tash e kuptuam pse jeti sot këtu. Po jo, nuk jam para. Nëse jeti këtu me pengu, me ilustru me fakte. Faktin që ju në mënyrë të orkestruar keni bërë që gjendjen Prishtinë edhe po mendoni që mundi me mbajt me një rregullore që është në kundërshtim me ligjin, në kundërshtim me kushtetutën, harrojeni. Ilik, ta bëjmë një marrëveshje. Nuk ka mundësi, nuk ka mundësi. Veç të në njërin të përfëndon. Po, gjësësë. Po jesë pola sepse përbol këtë ju. Nuk është e datë. Komuna vetë s'ka pru njerës një kini me lonë dhe në fund të e përgjizhin e vetë. Nuk i konsideroj kundërshtar të drejtën. Jepë mendimin tënë, mësua në kota shumë kërë. Me di që unë e si drejtarë. Garantoj sa minuta për tënë. Apo i dënë 20 minuta me full. 5 minuta maksimum. Që 5 minuta për tjera për në full. Çështjen e sabotimit të mirë orkestruar. Tham, e kemi pas një rregullore të cilën e kemi pas. Në momentin kur është prish koalicioni e kur moll sherri për prishjen e koalicionit është bërë situata e keqe në menaxhim veturina në komunën e Prishtinës, natyrisht është ndërtuar situata për ta krijuar një kaos pikërisht në fazën paraelektorale të zgjedhjeve lokale. Dhe çka ka ndodhur? Siç e tha edhe zotëri Sfeqla, Partia Demokratike e Kosovës, po ta kishte mendjen për me ndihmu ndërmarrjen pastrimi, i kishte lënë aksionarët. Aksionarët kishin me mirë menaxhu bordin, bordi kishin me mirë menaxhu kryeshefin dhe kishin me pas një situatë krejt tjetër. I ka tërheq aksionarët. Do të ka heq përgjegjësinë prej vetës. Çka ka ndodhur tjetra? Me një ilustrim tepër banal. Gjaj se Komuna e Prishtinës është kundër projektit me KFV, që unë personalisht unë jam edhe shtetas gjerman, edhe kom komuniku hera raste me KFV. Asnjëherë s'kemi qenë kundër.